Alianca për shqiptarët e drejtuar nga Arben Taravari ka reaguar ndaj përgjigjes së Ministrisë së Drejtësisë, me të cilën refuzohet peticioni i studentëve shqiptar për dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Thonë se studentët shqiptar po përballen me diskriminim të hapur, ndërsa shqipja po përjashtohet nga sistemi i drejtësisë. Studentët kërkojnë që provimi i jurisprudencës të jepet edhe në gjuhën shqipe, pa cënuar as pak njohjen dhe përdorimin e gjuhës maqedonase. Refuzimi i Ministrisë së Drejtësisë dërgon një mesazh të rrezikshëm. Mohimi i gjuhës shqipe nuk është thjesht një vendim administrativ, por një alarm serioz për drejtësinë, barazinë dhe frymën demokratike në vend. Studentët shqiptar nuk kërkojnë privilegje, ata kërkojnë të drejtat që u takojnë. I pyetur rreth kësaj çështjeje, Bilal Kasami nga koalicioni Vlen tha se kjo çështje është në vazhdën e zbatimit të ligjit të gjuhëve dhe se për këtë ka bisedime në kuadër të qeverisë për të gjetur zgjidhje. Nuk është që ne bëjmë zhurmë apo bujë të madhe në opinion, por ajo që mund të garantojmë që kjo çështje do të zgjidhet në interes të studentëve, përderisa gjithë procesi edukativ arsimor shkon në gjuhën shqipe deri në universitet, sigurisht që edhe këto provime profesionale duhet të ketë mundësi që të mbahen krahas gjuhës maqedone dhe në gjuhën shqipe. Edhe opozitari ABD-i doli me reagim ndaj Ministrisë së Drejtësisë, duke dënuar refuzimin e kërkesës si shkelje të drejtave kolektive dhe barrierë për avancimin e kuadrove shqiptare në sistemin gjyqësor. BDI ka kërkuar sqarime publike nëse ky qëndrim është individual i ministrit Filkov apo vendim zyrtar i qeverisë dhe nëse qeveria ka ndërmend të respektojë dëgjuesinë e garantuar me kushtetut dhe ligj.